A e di që shumë nga kufizimet e tua nuk janë të tuat? Ato janë të mësuara, të formuara që kur ishe fëmijë, dhe ende ndikojnë në mënyrën si mendon dhe vepron sot. Mesazhet e fëmirisë. Që fëmijë na kanë thënë: kjo nuk është për ty, mos e bëj këtë, nuk je i aftë. Këto fjalë nuk janë thjesht kujtime, ato bëhen programime të nënvetdijes që ndikojnë në vendimet dhe besimet tona. Zakonet dhe mjedisi. Përveç mesazheve verbale, zakonet dhe ambienti ku rritesh ndikojnë fuqishëm. Si e shohin të tjerë suksesin? Çfarë është e lejueshme dhe çfarë jo? Si zgjidhen problemet? Kjo krijon zakone mendore që shpesh e frenojnë potencialin ton. Frika si mjet mbrojtje. Frika që ndjejmë shpesh nuk është reale. Ajo është një kujtesë e hershme. Mos guxo, mos dil nga zona e sigurisë. Kur e kupton këtë, mund të fillosh të veprosh pavarësisht frikës. Si ti thyesh kufijt? Zbulo mesazhet që të kufizojnë. Shkruaj frikrat dhe sfidoj ato gradualisht. Ndërto zakone të reja që mbështesin rritjen. Vizualizo suksesin tënd çdo ditë. Këto hapa të thjesht ndihmojnë të transformosh mendjen dhe të zgjerosh potencialin. Kufijt që ndjen sot nuk janë të përhershëm. Abono dhe ndiq serin ton për të mësuar si të thyesh çdo barierë mendore dhe të shfrytëzosh fuqinë e plot të trurit.